Mirë se erdhe në botën ku askush nuk është i pafajshëm. Sekrete shqiptare, vendi ku rrëfimet më të thella, më të ndaluara dhe më të pathëna të shqiptarëve marrin zë. Na bëni subscribe për histori të ndryshme. Jam 23 vjeçë dhe jetoj në Tiranë prej pothuajse 5 vitesh. Erdha këtu plot ëndra kur fillova universitetin për sociologji. Më dukej sikur po hapej një jetë e re për mua. Jeta që kisha parë vetëm në filma ose në rrjetet sociale. Rrugë plot njerëz, kafene moderne, studentë që flisnin për plane të mëdha dhe një ndjenjë lirie që nuk e kisha provuar kurrë në qytetin tim të vogël. Në fillim, gjithçka më dukej emocionuese. Studioja me dëshirë, dilja me shoqet, imagjinoja veten pas disa vitesh me një punë të mirë, me pavarësi financiare, dhe me një jetë që do ma kishte zili kushdo që më njihte dikur. Por realiteti nuk doli si unë e kisha imagjinuar. Sa po mbarova shkollën, filloi periudha më e vështirë e jetës time. Çdo ditë zgjoja telefonin me shpresë se do më vinte ndonjë email për intervistë pune. Dërgoja CV-n kudo, në për organizata, zyra, call center, shkolla private, projekte sociale. Në fillim isha optimiste. Mendoja se ishte thjesht çështje kohe. Por javët u bën muaj dhe asgjë nuk ndryshonte. Disa vende nuk më kthenin fare përgjigje. Të tjera më thonin se nuk kisha eksperiencë. Në disa intervista ndjesha sikur as nuk më dëgjonin fare kur flisja. Do të kontaktojmë, më thoshin gjithmonë, dhe telefonata nuk vinte kurrë. Ngadalë fillova të humbas besimin tek vetja. Çdo mëngjes u zgjoja me ankth. Shija shoqet e mia duke gjetur punë, duke ecur përpara, ndërsa unë ndjesha sikur kisha ngecur në vend. Jetoj në një apartament të vogël me qira në Tiranë dhe pjesën më të madhe të shpenzimeve më mbulojnë prindrit. Kjo ishte pjesa që më vriste më shumë. E dija se sa shumë sakrifikonin për mua. Babi punonte gjithë jetën në ndërtim, mamaja me pastrime her pas here. Dhe unë që duhet isha shpresa e familjes, ndjesha sikur po i zhgënjeja çdo ditë. Ka pasur net që kam qarë fshehurazi vetëm nga mendimi se ndoshta kisha zgjedhur profesionin e gabuar. Sociologjia ishte një ëndër e bukur, po jo një jetë reale. Më e keqja ishte ndjenja e boshllëkut. Ditët filluan të ngjanin njësoj. U zgjoja vonë, rija në telefon, dërgoja në një CV pa shumë shpresë dhe pastaj dilja për një kafe vetëm, sa për mos të mbyllur gjithë ditën në shtëpi. Edhe njerëzit filluan të bëjnë pyetje që të më rëndonin. A gjete punë? Po tani çfarë do bësh? Ke mbaruar shkollën kot? Çdo pyetje më dukej si thumb. Një pasdite përja në balkonin e apartamentit tim duke pirë kafe dhe duke parë njerëzit poshtë në rrugë. Ishte një nga ato ditë ku ndjesha kritësisht pa drejtim. Pikërisht atëherë më mori në telefon xhaxhai im. Ai jetonte prej shumë vitesh në Tiranë dhe kishte qenë gjithmonë njëri praktik. Pak i ftohtë në komunikim, por mundoi të ndihmonte familjen me aq mundësi sa kishte. Nuk flisnim shpesh, por ai e dinte që unë po kërkoja punë. Si je moj vajzë, më pyeti. Mirë, i thoja. Ai heshti pak dhe më tha, dëgjoj, mendoj se mund të kem diçka për ty, një zgjidhje për ty. E pyeta, çfarë lloj pune, për çfarë bëhet fjala? Nuk është tamam si puna që ke menduar ti, por është mundësi e mirë dhe paguhet mirë. Nuk e di pse, për mënyra si e tha më bëri menjëherë kurioze. E pyeta për detaje, por ai nuk pranoi të fliste në telefon. Eja nesër të pim një kafe dhe ta shpjegoj, më tha. Gjatë asaj mbrëmje, mendja më rinte vetëm tek ajo bisedë. Një pjesë e imja ndjej lehtësuar që ndoshta më në fund po hapi një derë, por një pjesë tjetër kishte një ndjesi të çuditshme që nuk dinte ta shpjegonte me fjalë. Të nesërmen u takuam në një lokal pranë qendrës së Tiranës. Xhaxhai dukej më serioz se zakonisht. Porositëm kafe, më pa drejt në sy dhe më tha. Do të bëj një kërkesë që ndoshta duket pak e çuditshme në fillim. U ula përballë tij me një ndjesi ankthi dhe nuk po më largohej. Mënyra se si më kishte folur në telefon dhe serioziteti në fytyrën e tij më kishin bërë të mendoja gjithë natën për lloj-lloj skenaresh. Në fillim, ai nuk hyri menjëherë në temë. Po pinte kafe ngadalë dhe her pas here shikonte njerëzit që kalonin jashtë lokalit. Dukej sikur po mendonte si të ma thoshte.
E di që nuk e ke pasur të lehtë këto muaj, motra ime më tregon shpesh për ty. Më tha, unë ndjeva me njëherë në siklet. Nuk më pëlqente ideja që familjarët flisnin për faktin që unë nuk po të shaja dot, nuk po gjeja dot punë. Më dukej sikur po më vinte një vul dështimi mbi kokë. Po mundohem, i thash, thjesht nuk po me hecën. Shqipëria është bërë e vështirë për të rinjt, sidomos kur nuk e njohje. Ma ktheu ai. Pastaj u afrua pak drejt tavolinës dhe më tha diçka që nuk e prisja. Dua të jap një mundësi. Ti e di që unë jetoj në Gjermani prej vitesh. Restoranti po më ecën shumë mirë. Kohët e fundit po kërkoj dikë të besuar që të më ndihmoj atje. Çfarë do të thuash, e pyeta. Duaj që ti të vish në Gjermani. Po tha, ti të vish në Gjermani të punosh me mua në restorant, fillimisht derisa të sistemohesh, pastaj nëse do mund të vazhdosh shkollime të tjera ose të kërkosh diçka në profesionin tënd. Nuk di si ta shpjegoj ndjesinë që pata në atë moment. Ishte sikur dikush më kishte hapur papritur një derë që e mendoja të mbyllur. Për muaj të tërë isha ndjerë e bllokuar në të njëjtën jetë, në të njëjtin ritëm, i njëjti zhgënjim, dhe tashmë papritur dikush po më fliste për një fillim të ri në një vend tjetër. Po dokumentat si do bëhet? E pyeta. Do t'i rregulloj unë, kam biznesin tim, do të marr në punë normalisht, nuk do rrish në mënyrë ilegale, pa frikë. Në atë moment me zimbaja emocionet. Nuk ishte vetëm ideja e Gjermanisë, ishte ideja që më në fund dikush po më jepte një mundësi reale. Një mundësi për të dalë nga ajo ndjenjë mbytëse që më kishte pushtuar prej muajsh. Fillova ta pyes për gjithçka. Si ishte jeta atje, restoranti, në çfarë qyteti jetonte, sa njerëz punonin me të, dhe sa më shumë fliste, aq më shumë ndjesha sikur po më rikthehej shpresa. Ai më tregoi që restoranti ishte bërë shumë i njohur mes shqiptarëve dhe jo vetëm. Kishte klientë të rregullt, staf të përzier dhe shumë punë, sidomos në fundjavë. Nuk do jetë lehtë, do lodhesh, puna në restorant nuk është si zyra, por të paktën do ndihesh që po ecën përpara. Dhe sinqerisht, këtë doja të dëgjoja. Nuk më interesonte më nëse puna kishte lidhje direkte me sociologjin apo jo. Doja vetëm të dilja nga ajo gjendje ku çdo ditë ndihesha e pavlerë. Kur dola nga lokalja të pasdite, Tirana më dukej ndryshe. Për herë të parë pas shumë kohësh po ecja me një ndjenjë shprese brenda vetes. Menjëherë mora mama në telefon. Mami, do iki në Gjermani. Ajo heshti për disa sekonda, pastaj filli të qante nga gëzimi. Atë natë me zi fjeta, fillova të imagjinoja jetën time krejtësisht ndryshe. Një qytet i ri, njerëz të rinj, fillim nga e para larg gjithë zhgënjimeve që më kishin mbajtur të bllokuar në Tiranë. Fillova të kërkoja foto të qytetit ku jetonte Xhaxhai. Shikoja rrugët, restorantet, jetën atje, dhe për herë të parë pas shumë muajsh ndjeva emocion për të nesërmen. Por mes gjithë atij gëzimi kishte diçka tek mënyra si Xhaxhai më shikonte her pas here gjatë bisedës që më pengonte. Nuk kisha shumë besim tek ai, sepse herët e tjera në propozimet që bënte për familjen nuk i mbante fjalën dhe shpeshherë dilte nga fjala. Kjo gjë më shqetësonte deri në momentin që do të bëj realitet. Plus, me familjen e Xhaxhait nuk kisha marrëdhënie të afërt, me gruan e tij nuk shkoja dhe nuk e di si mund të qëndroja në të njëjtën shtëpi me ta. Gjithsesi, unë pranova, realiteti atje ishte shumë ndryshe nga Shqipëria. Në fillim u duk një vend shumë i ftohtë, njerëz të ftohtë dhe doja të kthehesha përsëri në Shqipëri. Por u detyrova të qëndroja sepse nuk kisha rrugë mbrapa. Punoja 12 orë në ditë dhe vërtet ishte shumë e lodhshme. Vërtet shpëtova nga Tirana, por vajta në diçka më të vështirë akoma, siç ishte pikërisht Gjermania. Gjithsesi, nuk pendohem sepse ishte një zgjedhje e cila mu duk shumë e mirë në atë moment.